Një video e publikuar në rrjetet sociale ku shfaqej një mjet lundrues tip SCAF duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë për pushuesit në zonën e Velipojës i ka kushtuar një 32 vjeçari shërbimet e policisë kufitare. Pas identifikimit të drejtuesit të mjetit, 32 vjeçarit me inicialet AM kanë vepruar duke bërë bllokimin e mjetit lundrues, ndërsa paralelisht i është vendosur masa administrative prej 100.000 lekësh në bazë të ligjit për kufizimin e lëvizjes së mjeteve ujore në perimetrin e sigurisë. Policia e shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese që të respektojnë me përpikmëri rregullat e lundrimit dhe perimetrin e sigurisë përcaktuar për pushuesit në plazhe. Nga ana tjetër, ftohen qytetarët të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të sigurisë në det, duke kontaktuar në numrin 112. Çdo rast do trajtohet me reagim të menjëhershëm dhe në përputhje me ligjin, thuhet në njoftimin e drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit Shkodër.